Vetëm për të përmendur që Arber Hoxha ka asistuar sërish te Dinamo Zagreb, ndërsa Qazim Laçi ka shënuar me Rizesporin në Turqi. Për të ishte goli dhe kontributi i tij, gol apo asist, i treti radhazi. Okej. Një informacion nëse mund ta përmend, duke qenë që treguam për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, ku është Shkëndija dhe Drita që po bëjnë mjaft mirë. Dua të them që nga muaji korrik dhe deri tani kanë arritur kuotën e 6 milion euro fitime secila në kompeticionet europiane, pra mbetën një shembull ndoshta për futbollin shqiptar, i cili është shumë larg këtyre fitimeve. Okej, Emanuel Lozi, faleminderit për gjithë informacionet. Shkojmë shumë shpejt tek rezultatet e javës 16. Ecim. Laçi Skënderbeu 2-1, Progradeci Kuksi 2-0, Iliria Luftëtari 1-1, Burreli Kastrioti 0-0, Apollonia 0-3 me Korabin dhe është edhe Besa me fitoj 0-1 me Lushnjën. Mirë, shikojmë dhe tabelën e klasifikimit, e cila vijon si mposhtë. Vendi i parë Skënderbeu 34 pikë, vendi i dytë Laçi 30 pikë, Progradeci në vendin e tretë 29 pikë, Apollonia vendi i katërt 22 pikë, Iliria vendi i 5 22 pikë, Kastrioti vendi i 6 21 pikë, Korabi vendi i 7 20 pikë, Besa vendi i 8 20 pikë, Burreli 20 pikë, Lushnja në vendin e 10 16 pikë, Luftëtari në vendin e 11 pikë dhe Kuksi në vendin e 12 me 9 pikë. Me lëvizje, me dredha, disa ekipe nuk kanë mbajtur mirë. Shkojmë dhe shikojmë në një foto shumë interesante këtu, baba dhe birë, të dy kundra njëri tjetrit, si të qonë futbolli, dhe u bërnami sot me kartonat kuq në Lushnje, është Gugash Magani përballë djalit të tij në ndeshjen e sotme Endrian Magani, po. Po, to dhe. E çuditshme, është? Është e çuditshme, është edhe bukur. Kjo është bukuria e futbollit. E tmerrshme. Gugash Magani që vihet përballë, po nuk e di çfarë interesante do të ishte biseda e tyre pas ndeshjes në telefon. Po dhe në pushim e gjitha me. Imagjino tani sikur të ishte kushte duke luajtur futboll përballë doktorit, kardiologut. Imagjinoj Gashin me temperamentin. Si? Imagjinoj Gashin me temperamentin e tij. Po Gashi, domethënë, si hap të rrugë në botë, le të jetë. Pikërisht. Po djali? Si e mendon Nikol, si e shikon këtë? Të përballi? Interesante, është diçka e cila nuk ndodh shumë shpesh në. Interesante janë shumë, por ne duhet i falenderojmë gjithë. Patjetër që po. Babai prapë fitoi sfidën. Kur djali nuk bëhet më i madh se babai. Ecim, Sokol Kusha, faleminderit Zhupa, faleminderit Todhe dhe Sora, faleminderit që ishit me ne. Ne kështu përshëndetemi për të lënë takimin tonë sërish ditën e diel këtu në Megasport. Mos harroni të javën shkoni te Matrix, të dielën na shikoni ne. Natën e mirë.